Që me thonë që në LDK s'ka demokraci është e pa kuptim. Në LDK ka demokraci ma shumë se ku do tjetër. E ka dëshmu... Në subjekte tjera politike. Po pra, e ka dëshmu ndër vite një gjë të tillë. Në LDK mund është me fol, me kundërshtu, me pas qëndrim edhe me vazhdu me qenë aty pa pasoja. Ndërkohë që me ndodhë një diçka e tillë në vetë vendosje, veç kur e she, s'është maje, sët si e që është një varë fjale. Politikisht eliminohen njerëzit edhe nuk mujnë me jetu në një qati me Albin Kurti nëse ka një kritik për to, ndonë se tashmaje ka një kontrol të plot. A ka dëgjuar dikush ti ketë përmendur një emër e një emër tashe 4 muaj, Liburn Aliu, a ka dal nga goja e Albin Kurtit, Liburn Aliu, për çka do? Jo pra, nuk... Pashpuntori Një herë ka përmend. Tash për me u këthy... do të flasim. Për me u këthy tash këtu të... Unë mendoj që zoti Abdi Xhiku nuk largohet prej pozitës së kryetarit, sepse... Nuk largohet apo nuk e largojnë? Jo, nuk largohet ky, se po të dënë të largohet, ekziston institucioni dorëheqëse se pa revokueshme. E mbyll sikur Memli Krasniqi edhe shkon në kuvend me zgjedh kryetarin tjetër. Edhe pse sipas Enver Hoxhait janë marrë vesh me zotin Bedri Hamza se si të menaxhohet ajo. Po tash nuk e di, zoti Hoxha është antar në PDK edhe ai e din më mirë, nuk është që jam marrë shumë me atë çështje, po me që e përmend Enver Hoxha, ai e ka sfiduar seriozisht Bedri Hamzën, edhe plus nuk pat asnjë ndëshkim për to, përkundrazi. Që me pas ndodhë diku tjetër, po dijet prap. Qa kish me gjetë, nuk është e vërtet e Vjosa. Së është e vërtet, asë ne nuk ndërhyna, se Vjosa në vazhdimësi ka qenë gënjeshtare në këto procese. Po e kanë qitë fund listës, po e kanë bërë edhe kandidate për kryeministre. Edhe e para listës. Jo, bese. Kamp të edukimit e kanë që kushtimisht me thonë... Dhe pastaj po e bëjnë kandidate edhe përcët listarët kuvendet. Manipulative është. Ka manifestu për mirësim ajo. LDK ka ndohë kandidatin për kryeministër të partisë të në. Jam plot e emra, cilët i kanë votuar shimë thaqin, kanë nejtë në salë, por nuk i kanë votu Isa Mustafën për kryetar të partisë dhe kanë vazhdu me qenë në lista. Imagjina një parti politike ndodhë kjo mos të votojnë kryeministrin. Deputetët e VV-s mos të votojnë Albin Kurti. Çfarë beson që ka me ndodhë me ata? Të lumirë, nuk mendoj që ai prej zgjedhjet fundit, konferencës për shtyp, deri sot, unë mendoj që Abdi Xhiku i ka shtrënguar radhët e veta mbrana LDK-s. Pra unë besoj që ai ka pas komunikim, ka pas me ata që konsiderohen të fortit e LDK-s, ndonë se në anën tjetër ka pretendent të cilët dojnë kuvend dhe dojnë me hy në një proces zgjedhor. A keni përgjigje, a do të ketë kundër kandidat, a do të ketë kandidatura, a do të ketë sfidim për zotin Abdi Xhiku? Nuk besoj. Nuk besoj? Nuk besoj. Rrethonat po tregojnë për një gjë të tillë se nuk besoj se do të shkojë puna deri aty. Nëse ai nuk jep dorëheqje, nuk mund të ketë kundër kandidat sepse nuk ka, ai mbetet kryetar, s'ka garë. Për këtë arsye nuk do të ketë. Shto kësaj tash se pozita e Abdi Xhikut në LDK mund të lidhet edhe me zgjedhjen e presidentes, apo mundësinë e shkuarës në zgjedhje apo jo. Nëse Abdi Xhiku vendos mos me bë korum për me u zgjedh presidentja dhe veni me shku në zgjedhje, unë mendoj që ai vetë ja garanton që tjetë kryetari i LDK-s, sepse në kohë zgjedhjesh, kërkush nuk hyn në një proces të brendshëm për ta zgjedhur kryetarin e ri derisa janë në proces zgjedhor. Përveç nëse është PDK. Po flas, PDK-ja ishte në kushte dhe rrethona tjera. Po flas tash për LDK-n. Dhe nëse LDK-ja e bën një gjë të tillë, pra nuk e voton Vjosa Osmanin, vendos me që venin zgjedhje, duke mos i bërë korum. Do të shojmë, do të diskutojmë gjatë të emisioni sa do t'jetë zonja Osmani kandidatë. Duke pas, si me thonë, pesh në këtë proces, atëherë Abdi Xhiku ka me vazhdu me udhëheq LDK-n. Por, në LDK unë nuk mendoj që do t'a lënë me kaq. Aty ka njerëz që kërkojnë llogari. Aty ka njerëz që kërkojnë përgjegjësi, aty ka njerëz që kanë ambicie për të marrë pozitën e
zotit Abdigjiku. Është Abdullah Hoti që ka ambicje. Nuk i ka fshe asnjëherë. E pa kuptim me i thonë Abdigjikut është Benjamin i Isa Mustafës, ndërkohë se Abdullah Hoti identifikohet si njeri më i afërt i Isa Mustafës. Aty është Lutfi Aziri që ka ambicje, është Hykmete Bajrami, është Arpen Gashi, është Besnik Berisha. Pra ka njerëz me ambicje reale për ta udhëhequr LDK-n. Por kjo krejt varet prej... Pra i numruat mbi 5, mbi 5 emra mund t'jenë me ambicje për t'udhëhequr LDK-n. Sigurisht. Po kjo krejt varet tash të veprimet të zotit Abdigjiku. Nëse ai përdor trika për të shkuar në Kovend, unë po bona kishe po dha dorëheqje, jo mos ma pranoni, atëherë mbyllet gara me kaq, por LDK-ja mendoj që hyn në një krizë. Dhe kjo krizë ka me reflektu dhe ndërkohë mundet me shpërthy, sepse LDK-ja nuk i duron këtë mënyrë të funksionimit. Aty ka debat edhe publik, ka postime, ka deklarata, ka veprime konkrete të cilat nuk besoj që i lejojnë Abdigjikut me qenë kaq komod. Me këtë, por vetëm të ta përmend kështu për ta pas si pjesë të analizës përgjithshme, pra kësaj radhe zoti Deda nuk pam herën e kaluar pas zgjedhjeve të 9 shkurtit me atë ka pas më tepër postime, ka pasur shprehje pa kënaqësie, tash nuk